Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur këtë të premte 4 gara të rëndësishme për të siguruar mirëmbajtjen e 1313 kilometrave rrugë në të gjithë vendin deri në vitin 2030. Me një fond limit total për afër 46.7 milion eurosh, ky investim 4 vjeçar synon të adresojë dëmtimet e rënda që pëstuan akset kryesore nga rreshtet e fillim vitit, ku shembjet e rrugëve si ajo Librazh Pogradez dhe dëmtimet në aksin Qukës Qafë-Ploç nxorën në pa nevojën urgjente për ndërhyrje. Kompanitë e interesuara kanë kohë të dorëzojnë ofertat e tyre deri më 11 qershor, ndërkohë që kontrata do të mbulojnë riparimin e asfaltit, stabilizimin e skarpatave dhe mirëmbajtjen dimërore për të garantuar qarkullimin e lirë. Rajoni Juglindor do të marrë pjesën më të madhe të këtij financimi, duke u konsideruar si zona më problematike dhe më e kushtueshme për të mbajtur nën kontroll. Loti i tretë, i cili mbulon akset kryesore të rajonit qendror dhe Juglindor, ka një vlerë prej 14.3 milion eurosh dhe parashikon mirëmbajtjen e 22 segmenteve, përfshirë korridorin 8 dhe rrugën kyçe si Teg-Korrab, Lushnjë-Berat dhe Lushnjë-Bypass Fier. Ky përqendrim i fondeve në juglindje vjen si pasojë sfidave të vazhdueshme natyrore që ky rajon paraqet për strukturën e rrugëve dhe sigurinë e udhëtarëve. Përveç juglindjes, fondet janë ndarë edhe për pjesën tjetër të vendit, përmes 3 loteve të tjera që mbulojnë nevoja specifike të rajoneve Jug, Qendër, Verilindje dhe Veri. Rajoni jugor do të mirëmbahet me një fond prej 12.4 milion eurosh për akset si Tepelen Gjirokastër dhe Levan Vlorë, ndërsa 11.5 milion euro janë parashikuar për rajonin që lidh Thumanën, Durrësin dhe Peshkopin. Së fundmi, loti i parë dedikohet veriu të vendit me 8.5 milion euro për segmente, nga Miloti deri në Muriqan. Ky plan afatgjas synon që përmes mirëmbajtjes së rregullt të shmangen bllokimet e rrugëve dhe të rritet siguria në komunikacion rrugor shqiptar për vitet në vijim.